Ju përshëndes, mirë se erdhët. Do të flasim për teknologjinë dhe inovacionin në bujqësi, si domosdoshmëri për të fuqizuar, por pse jo, edhe modernizuar një ndër sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, duke bërë atë të qëndrueshëm në të njëjtën kohë konkurrues. Kam kënaqësinë që të kem në studio zonjën Ana Buksani, pedagoge, eksperte e sigurisë ushqimore. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Kënaqësi që jeni me ne, po ashtu Iris Nela, pedagoge, përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësi që je me ne, si edhe zoti Ilir Pecnikaj, themelues startupi, sipërmarrës. Kënaqësi që jeni me ne, profesor. Faleminderit. Pedagog po ashtu, duke ndarë jetën midis Shqipërisë dhe Italisë. Mundohemi. Kënaqësi që jeni me ne. Dua ta nis pak se si shihet, duke qenë se ne flasim për domosdoshmërinë e automatizimit, pra modernizimit të sektorit bujqësor, teknologjia, inovacioni, po si qëndron ky sektor fillimisht në raport me këto procese? Atëherë, le ta nisim fillimisht, aktualisht ne shpresojmë që jemi më afër se kur BE-s. Dhe për të qenë më afër, ne duhet që të plotësojmë ca standarde. Dhe të gjithë e dim tani që siguria ushqimore është një nga kapitujt më të vështirë për të përmbushur. Dhe kjo vjen pikërisht si rezultat i mungesës i teknologjive të vjetra që ne kemi aktualisht në sektorin e agropërpunimit apo përpunimit të qumshtit, përpunimit të mishit, problemeve që kemi me sistemin e gjurmëshmërisë, problemeve që kemi me sistemin e autokontrollit HACCP. Kështu që të gjitha këto do duhet, përpara se ne të bëhemi vend i antar i BE-s, të gjitha teknologjia dhe të gjitha këto që diskutuam do jenë pjesë e një procesi screening shumë të thellë në mënyrë të tillë që ne të jemi të gatshëm për të aksesuar tregun prej 450 milion konsumatorësh, pra tregun evropian. Sepse në diferencë nga ne, Europa mund të çedojë, në gjëra të tjera mund të pres, por për sa i përket shëndetit të konsumatorit nuk ka kompromis. E kemi thënë që nuk ka kompromis. Kështu që pjesa e startupeve, pjesa e inovacionit kryesisht në sipërmarrje është shumë e rëndësishme pikërisht për bizneset aktualisht, për të përqafuar sipërmarrjen, inovacionin të rejat e fundit, pikërisht për faktin sepse duhet që të ecin me këtë ritëm, për ndryshe do të detyrohen që një pjesë e mirë e tyre do të mbyllen. Aktualisht tani ndihmon në infrastrukturën, po sa i takon standardeve edhe në përmbushje apo arritje të standardeve? Patjetër, sepse një ide startupi nuk është vetëm një ide e re, pra një kërkim shkencor që jep një ide të re. Ajo që bën më interesante pjesën e inovacionit të një sipërmarrje është dhe përmirësimi, arritja e standardeve më të mira. Pra ky është koncepti i qëndrueshmërisë, pra që një biznes përveç ideve, atyre xixave që ne themi të reja, lehtëson punën, pa diskutim, por ndihmon edhe në përmbushjen. Ndihmon në përmbushjen e standardeve dhe kjo përmirëson cilësinë e ushqimeve, përmirëson konceptin e shëndetit, pra ndikimin te konsumatori. Natyrisht ne duke pasur një bujqësi më të qëndrueshme kemi një ushqim më të sigurt, kemi konsumator më të shëndetshëm dhe në këtë rast kjo ishte një pjesë ku hyn universitetet. Po, pa diskutim, luajnë një rol të rëndësishëm. Universitetin janë ura, nuk është gjë tjetër, vetëm ura lidhëse, në fakt, ndërmjet biznesit edhe tregut. Pra, ides edhe tregut të punës. Dhe jo më kot në, si thuash, në literaturën e inovacionit, universitetet bëjnë pjesë në modelin e triple helix, ose helikës së trefisht, që nuk është një veprim linear, pra të tre aktorëve të cilët janë qeveria, sipërmarrja dhe universiteti, që universiteti është ura lidhëse midis këtyre të dyave, pra sipërmarrja nëpërmjet mentorimit, trajnimit, kthimit të ides, në fakt të përkthyer në projekt të qëndrueshëm, por në të njëjtën kohë shërben edhe për qeverin për të ndërtuar politika dhe strategji për të përmirësuar inovacionin, natyrisht edhe sipërmarrjen. Pra për t'i dhënë, le të themi, mbështetjen e nevojshme. Është pak a shumë, siç e tha dhe profesoresha, startupet janë ura lidhëse. Janë ura lidhëse mes ides, inovacionit, por për e ndjekur nga universitetet është një urë më e fuqishme, sepse lidh edhe biznesin me qeverisjen.
Sepse startupet në lidhjen e tyre, në këtë koneksion, ka nevojë edhe për një rregullim ligjor për të ecur përpara me idenë, sepse ne kemi... Në fakt, ne nuk është se kemi një historik, le të themi, të startupeve. Ligji është miratuar, mos gaboj as 10 vite nuk janë bërë, pra është shumë... është relativisht i ri. Është relativisht i ri, por problemi këtu qëndron tek dëshira e shtërimit të startupeve, por dhe ndjekja e tyre. Pra, startupi nuk është gjë tjetër vetëm një piknisje, një start i një projekti të ri, pra i dhënia mundësisë të një piknisje për në start, dhe krijimi të koneksioneve dhe dhënies asaj energjisë së duhur për të marrë nisjen e tij si projekt i ri. Dikton kjo nevojën se, duke qenë se po flasim për startupe, dikton kjo nevojën që kjo mbështetje që ofrohet në fazat e hershme, kur është një ide, pra në momentin që materializohet, por domosdoshmëria që mbështetja të mos mbetet e kufizuar vetëm në fazën embrionale, por të shtrihet në të gjitha fazat, sa e rëndësishme është dhe sa e ndihmon kjo një ide apo një sipërmarrje. E ndihmon në mënyrë të qëndësishme, sepse ideja është një thënie e popullit që thot një gjysmë mendje është hiç mendje. 2 mendje janë shumë mendje, dy mendje është gjysmë mendje dhe shumë mendje janë një mendje. Në gjatë mentorimit, për shembull, gjatë mentorimit që ne kishim gjatë njekjes së këtij startupit, kemi pas ndezjen e disa mund të themi disa dritave të tjera në ndriçimin e rrugës të projektit që kishim. Po, ne ndalëm, e diskutuam që sa rëndësishme është pikërisht kjo për krijimin e një rrjeti. Në lidhjen mes edhe aktorëve të tjerë, sepse në një startup nifesh me disa aktorë që unë për veten time ishte surprizë për disa aktorë të tjerë që kishim në startup, me të cilët ne kemi filluar një bashkëpunim ndërveprim mes njëri tjetrit, tani biznes me biznes, për të ecur përpara me produktet tona. Ndërkohë, në çfarë faze është Shqipëria në raport me startupet? Ne thamë që ligji është miratuar rishtazi, por unë dua ta lidh pak edhe me sektorin e bujqësisë, duke qenë se është një sektor i cili ka potencial, le të themi, dhe domosdoshmëria e tij për modernizimin e tij është jetike, duke qenë se është një ndër hallkat më të rëndësishme edhe të ekonomisë shqiptare. Por sa në momentin që kërkon për startupe, ide novatore etj, del Izraeli që është në krye të listës, pra në pararoj apo si lider ndërkombëtar sa i takon përfshirjes së këtyre ideve në sektorin e bujqësisë. Atëherë, aktualisht... Pra si jemi tingëllon utopike për të adaptuar të paktën... Jo, unë nuk e mendoj kështu. Nuk e mendoj Nuk e mendon? Jo, absolutisht. Universitetet, sidomos universitetet private, janë 3 hapa përpara kësaj gjëje dhe po luajnë pikërisht të rol. Universiteti padashur që ne t'japim emra, por po e themi Universiteti Barleti është aktualisht ka statusin, s'po e them, e delivery partner të një komuniteti shumë të madh europian që është Aid Food, që është ekosistemi i inovacionit dhe sipërmarrjes për bujqësinë dhe ushqimin, dhe duke qenë pjesë e këtij ekosistemi, ti je në gjendje të përthithësh edhe fonde për të organizuar, pra merr projekte për të cilat ti i jep një ndihmë shumë të madhe startupeve. Dhe në fillim, kur ne ndërtuam këtë sfidën e madhe që të jepnim, pra do të merrnim idetë e reja startupet në fushën e bujqësisë dhe të ushqimit, sinqerisht i gjithë ekipin që ne kishim problemin që duke qenë që njerëzit nuk besojnë fort te ushqimi, kanë probleme me këtë pjesë, bujqësia është në rënje të lirë, që a do ketë realisht, do besojnë njerëzit, a ka ide për sa i përket startupeve? Dhe çfarë rezultoi? Sinqerisht jam e surprizuar unë dhe ekipi im, do lë kolegen pastaj ta vazhdoj, nga idet aq novatore, sepse të tjerë din të shesin. Izraeli ka filluar, ne kemi ligjin relativisht të ri, ka filluar shumë kohë më përpara, por unë jam realisht e surprizuar nga idet që kanë të rinj tanë, nga idet që kanë sipërmarrësit tanë, që më besoni janë shumë hapa përpara, sepse e kuptojnë që duhet kesh ide të reja që ti të qëndrosh në treg. Pra tham, ti jesh pjesë e këtij tregu
të madh. Ka pavarësisht se mund duket e panjohur për një pjesë të popullatës, Eksakt. Është jo shumë i zhvilluar. Një reagim, le të themi. Absolutisht një reagim që për ne ishte surprizues. Dhe universiteti bëri pikërisht atë urën lidhse që i ndihmon këto startupet për të elaboruar idenë e tyre. Pra, universiteti nuk është më vetëm pjesa e mësimdhënies, është kthyer në aplikativ, që nëpërmjet mentorimit të këtyre startupeve bën që ato din ta elaborojnë më të idenë, pse jo dhe ta marketojnë atë. Ta marketojnë, por edhe dhe përveç kësaj ka një ditë rrjetëzimi, networku, pra pasi është i gjithë aktiviteti, që këto startupet të kenë mundësi të njihen me aktorë të rëndësishëm të tregut dhe që përmendi edhe profesorin për të shitur idenë e tyre. Konsolidimi i ideve në startup, sa më i konsoliduar të jetë ideja, aq më frutëdhënëse është më tutje. Duhet ta lidhë çik me bujqësinë. Ne në Shqipëri kemi një rënje të jashtëzakonshme të GDP-s, prodhimit bujqësor, nëse s'gaboj kemi rënë nga 22% kemi rënë 14.8%, pra ne po i largohemi fshatit dhe prodhimit të fshatit, po i largohemi fshatarit në mënyrë të egzageruar, po i largohemi dhe a i ka nevoj, nuk ka nevoj për shitës, nuk ka nevoj për shitës produktesh, a i ka nevoj për një konsolidim ideje, për shfrytëzimin e pasuristi, nga e cila, se si do kudo Shqipëria, çfarëdo që të shkoj, gjëja më e bukur për Shqipërinë është që t'i rikthehet të qenurit një vend agro-blegtoral. Të rikthehet absolutisht jashtëzakonisht shumë. Unë po them thjesht për produktet tona, ne kemi disa produkte në të cilat janë produkte biologjike, janë me origjinë natyrore, 100% natyrore, që falë edhe startupit kanë marrë një bazë njohje dhe mbështetje, sepse kur merr një njohje nga një universitet, dhe ai është baza mbështetëse e këtij zhvillimit, është më i besueshëm. Është më i besueshëm. Dhe prodhimi i produkteve të reja në vendin ton, ne po i largohemi dhe traditës të prodhimit të produkteve shqiptare dhe kultura jonë... Edhe tradit, por edhe inovacion, pra edhe modernizim. Edhe modernizimi këtyre të dyja, por edhe kultura jonë duhet të rikthehet në thithjen e produkteve. Për shembull, këto idet, sa të rëndësishme do të kishte, apo do të ishte që të kishte ide pikërisht që promovonin dhe mbështesnin ato produktet tona autoktone, pra traditën tonë. A doni t'ju themi disa ide? Do na e thuash disa ide, por me qëse se ka marrë fjallën deri tani. Çfarë doja, në fakt të nënvizoja, po kjo edhe si pjesë e jurisë të vlerësimit të startupeve, dhe mund të them diçka më shumë për jo vetëm materialet që erdhën, por po ashtu për urën e komunikimit që dy profesorët e nderuar përmendëm. Pra, tham natyrën aplikative, por nga ana tjetër përmendëm dhe nevojën. Kjo nevojë në fakt e produktit që lidhet me traditën, si vijimësi më pas e komunikimit me inovacionin, në fakt ka një kërkesë më të thellë në kuptimin, në modus operandi në saj, që është asgjë më shumë përkundër kërkimit në vetvete të kontekstit. Çfarë unë kuptova në këtë, le të themi, ndërmjetësim mes mentorimit, juris dhe të gjithë pjesëtarëse në startup, është që në fakt ky proces mentorimi apo ky proces kërkimor mes aplikatives, startupit dhe mentorimit bëri të mundur pikërisht që rezultatet përfundimtare të ishin jo vetëm nga fusha e bujqësisë detyrimisht. Pra, pjesëtarët kanë një bashkësi, le të themi, përcaktimi shumë më të gjerë dhe shumë më të plotë se sa vetëm pjesë e këtij profesioni dhe kësaj strukture. E them këtë sepse dua të nënvizoj për të kthyer në fillim, pikërisht kërkesën që inovacioni dhe tradita jo vetëm signifikon dhe diferencon kush janë produktet që do të kalojnë më pas në treg, me një proces, me një, po themi, politik, marketimi e të tjerë. Por, duke parë se çfarë vërtet është e nevojshme në përditshmërinë dhe në këtë rrjetën e përditësimit. Kështu që them se universiteti, po e marrim si nuk bazë të formësimit të
kësaj rrjete dhe këtij komunikimi, ndihmoj pikërisht në këtë. Mënyrën e të menduarit. Para se të ndalemi te këto idet që mund të jenë të vlefshme dhe mund të nxisin edhe ndonjë prej atyre që na dëgjon, tek projektet që u sollën, le themi, çfarë të cilës natyrë ishin, më saktë? Kryesisht, dhe kjo na bëri përshtypje, produktet që erdhën ishin produkte të cilët kishin një rezultat pothuaj aktiv të fazës përfundimtare, që lidheshin kryesisht me produkte të përdorimit të përditshëm ushqimor, produkte të përpunimit tradicional dhe të lidhur me paketim. Pra, pjesa më e madhe produkteve përfundimtare kishin paketim të brëndashkruar në mënyrën se si ky produkt vinte në treg, që do të thotë përpunimi dhe mendimi i fazës përfundimtare të prezantimit me fazën e mentorimit lidhej në këtë mënyrë që idet përfundimtare ishin pothuaj përfunduara për treg. Dhe kjo pikërisht është veçoria kryesore që ne e diferencuam nga procesi startupit. Pas këtij produkti i fundit që ne pam si më të rëndësishëm ishte mitokondria kryesore dhe ajo që lidhi më pas urën e komunikimit mes ushqimores dhe kozmetikës. Pra, kishim dhe të tillë, kishim element të cilët bën transformimin e një elementi të tillë që nuk lidhet detyrimisht me këtë aks, por e zbulojë të tillë. Interesante. Ndërkohë, disa ide që mund të ishin... Po ju them disa ide që ishin nga më interesante. Për shembull. Por edhe ide që mund të gjejnë terren, le të themi. Patjetër. Kur themi më interesante, kur themi atëherë, sot e gjithë bota ne flasim për këto, por bota ka shkuar shumë lart Europa. Ne flasim për diversifikim të proteinave. Pra, ku do marrim sepse bota realisht më besoni po kërcënohet nga rreziku i ushqimit, nga ndryshimi i kushteve klimatike, ne kërcënohemi seriozisht nga mungesa e ushqimit. Kjo nuk flitet sepse ne gjithmonë jemi mësuar flasim sot e 5 vjet, por ka strategjia afatgjata, të cilat po i pararendin për të krijuar për pra një përgjigje le të themi edhe ndaj sfidave që parashtron e ardhmen. Absolutisht. Startupi kur themi i qëndrueshëm nga një universitet nëse nuk do të ishte e tillë. Mirë, se nuk janë vetëm universitete. Dhe koncepti por në këtë rast konotacioni i mirëfillt i qëndrueshmërisë në fakt është të shfrytëzojmë mirë burimet, resurset natyrore që kemi sot, por duke lënë nga ato edhe për brezat që vinë. Kështu që kush ishin disa nga idet më interesante. Ne sot kemi folur vazhdimisht në për studio për mbetjet e pesticideve në produktet e mbrojtjes bimëve, mbetjet e pesticideve të produkteve të mbrojtjes bimëve në fruta dhe perime, që rrezikohet eksportet, bujësia ka rënë, të mos e zgjasim, dhe atje ishte një herbicid organik, pra me produkte organike, që nuk ishte në formulën e vet asgjë kimike, e cila luftonte pikërisht ishte një lloj insekticidi, që sot është biologjik, pra totalisht biologjik. Dhe ne patëm bashkëveprim të menjëhershëm të aktorëve, pra përveç startupeve me njëri tjetrin që filluan të diversifikojnë portofolin e investimeve, pra përhapjen më të gjërës si në rolin e plehut organik, pra ne kemi një pleh biologjik, totalisht nga mbetje të mbeturinave shtazore, që kthehet në një pleh biologjik, dhe bashkëpunimin e menjëhershëm me këto të rinjt që kishin pikërisht këtë insekticidin me bazë biologjike. Një ide tjetër interesante ishte që nga dylli i bletëve të krijohej një paketim i shëndetshëm për produktet ushqimore. Pra të largohemi nga qeset, të largohemi nga letra që është shumë e mirë, por rezerva drusore po përfundojmë. Pra ishte një risi që nga dylli i bletëve të krijoheshin të krijohen paketime organike, ekologjike. Një ide tjetër shumë interesante ishte vaj u lirit autokton Kalinjoti, i cili nëpërmjet mentorimit startupin do ta merrnim nga fillimi, pra do të bëhej brandimi, etiketimi më i mirë i këtij, dhe nëpërmjet një etikete, zhvillimit të një etikete, me QR code, në momenti që ti do skanosh etiketën, ti do lexosh që nga momenti që ky është një lloj autokton shqiptar, pra vaj prodhohet nga është tradita këtu, autokton shqiptar, ku merret, si është vjel, si është ruajtur, si është përpunuar, pra
të gjithë mënyrën se si ka ardhur deri në kryesën tonë. Si është trajtuar terreni. Totalisht. Edhe një lloj gjurmëshmërie. Absolutisht. Një lloj, një gjurmëshmëri të mbyllur. Përveç gjurmëshmërisë, një kuriozitet. Ne dim se sa sfidë dhe se sa e rëndësishme është. Prandaj e përmenda, pra për të kuptuar realisht edhe ti, në një moment që skanon atë etiketën që përveç përbërësve që ke këtë, ti shikon të gjithë procesin që ka ndodhur. Pra që nga vjelja, pra si është vjel, kur është vjel, ku është vjel, deri magazinemi, kushtet e ruajtjes, pra çdo gjë, mënyra e përpunimit, ti jo vetëm që ke gjurmimin, por kjo është një mënyrë shumë e mirë marketingu, që njerëzit të kenë mundësi të zgjedhin më mirë dhe të njohin më mirë atë që hanë. Dhe ky është pikërisht një kombinim i traditës me sipërmarrjen. Pra si mund të bësh një produkt autokton ose një produkt që ti ke aktualisht, si mund ta bësh atë? Etiketimi është një proces, është një problem i madh që ne kemi aktualisht në Shqipëri, sepse shumë produktet tonat vuajnë, pra nuk I çajnë tregjet europiane, pavarësisht se janë shumë të mira, pikërisht për faktin që mungon strategji të mirëfillta marketingu. Kështu që këto strategji marketingu ku hyn etiketimi mirë, ambalazhimi I mirë, dhe Europa e ka tejkaluar këtë pjesë, pra është avangard për sa I përket standardeve. Ne duhet konkurojmë pikërisht me produktet tona autoktone, duke I zhvilluar ato nëpërmjet inovacionit, duke e përmirësuar standardet e tyre në mënyrë që ne të jemi pjesë e këtij treku. Do t'i rikthehem duke qenë se edhe ministri gjatë komunikimit që pati me gazetarët e vuri në duke domosdoshmërinë e gjurmëshmërisë. Pra nga ferma në tryez. Edhe duke qenë se ka përmendur edhe krijimin e urdhrit të agronomit, se si mund ndikojë e tjera me radhë, do të ndalemi dhe do ta sjellim edhe këtë aspekt në vëmendje, por profesor, ideja sepse ju keni qenë tek projektet fituese. Ku ka qenë? Ideja, pra ku konsiston? Kompania ku unë jam edhe drejtues teknik I kompanisë, është një kompani që është e mbështetur 100% mbi ekonominë e qarkullueshme. Çfarë do të thotë? Pra nuk gjenerohen mbetje. Absolutisht, ne përpunojmë mbetje, të gjitha me origjinë shtazore, të papërdorshme për konsum human, shumë rëndësishme kjo pjesa. Mbetjet e cilat pak vite më parë mbulonin gjithë kazanat e Shqipërisë, sot ju nuk I gjeni në asnjë vend në Shqipëri këto mbetje, sepse kompania jonë shkon dhe I mbledh të gjitha në burim. I mbledh dhe I trajton, bën seleksionimin e tyre, ndarjen e tyre, dhe ne nga këto mbetje ne sot prodhojmë nga produkte për kafshët e shoqërimit, produkte farmaceutike, dhe jemi vetmja kompani në Shqipëri në ndjenjën time që prodhojmë lëndë parë për kompanitë farmaceutike, dhe të gjithë pjesa tjetër që ngelet është ajo pjesa që ne themi protein dhe yndyrë, dërgohet e gjitha për energji, është ose ushqim për kafshët e rritjes intensive, dhe proteina, e cila në bazë të klasifikimit saj, një pjesë kalon për ushqim përsëri për blegtorinë intensive, dhe pjesa tjetër është fertilizant ose plehë që përdoret për trajtimin e bimëve, dhe është një pleh 100% natyral dhe I certifikuar nga Komuniteti Evropian si një pleh për përdorimin e kulturave biologjike dhe organike. Është një pleh I cili ka dhënë rezultate të jashtëzakonshme, përveç këtij ne kemi edhe një tjetër që është biostimulant, dhe ai është në kompaninë tonë dalin vetëm produkte 100% natyrore. Organike. Mirë, do ta vijojmë bisedën duke e parë në raport me domosdoshmërinë e krijimit të një ekosistemi ku t'japi le të themi frytet, dhe çfarë duhet të bërë përpos kuadrit ligjor, pra për të intensifikuar mbështetjen në këtë drejtim, por edhe në aspektin tjetër që sa gati është fermeri në Shqipëri për të adoptuar këto format e reja novatore. Ka publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.